O, TikToku. Hëmo qa ki që menosh? Pa qa mos menoj mër. Po shive qa bëhet tu? Shive qa bëhet? Qa bëhet më? Atere, tu në pjesën e testatës, ku flen termostati, shikohet gjithë të ndryshkun këtu. Qa ndryshku. Pa, shive magjistarët e radhës që kanë bo. Termostati është shpre dhe këtu nuk ka termostat. Pra që ndodh? Pa termostat bëhet batërdia. Me qëra lafi për shëndetje TikToku. Ritakojmë sërish me Xmax 250 vitit 2013 me magjin e radhës. Pra, motorit i kanë prerë termostatin. Duhet ta kuptoni që prerja e termostatit është diçka e papranueshme sepse motorit i shkurton jetën. Termostati përveç se është çelësi i qarkullimit të gjatë të motorit që të bëj ftojen, është edhe një valvul presioni që mos ta lejoj pompën e ujit që ta çojë ujin me shumë presion në pjesën e sipërme, sepse nëse ta dërgoj me shumë presion, valvula e tapës, sepse tapa e Xmaxit ka një valvulë në brendësinë e saj, ka edhe këtë tubin e tepricave, nëse nuk do ta mbaj presionin, atëherë gjithë ujti do ta nxjerrë jashtë nëpërmjet këtij tubit dhe do ta xhojë kjo depozita këtu. Dhe paraprakisht i bie që motori të ngelet pa ujë. Ndaj që termostati e bën rregullimin e këtij lloj presioni, sepse ky termostat hapet vetëm për qarkullimin e gjatë. Pra, Yamaha e hap termostatin e saj në 70 gradë. Yamaha është një motor që e ndes ventilatorin në 98 gradë dhe e fik në 95 gradë. Pra, 3 gradë është diferenca e ndezjes së demperit dhe e fikjes së tij. Duke mos e vendosur termostatin, ne automatikisht i shkatrojmë jetën motorit. Duhet ta kuptoni që Yamaha ka një cilindër gize, që nga viti 1998 deri në vitin 2017, duke filluar nga Yamaha Majesty 250 dhe Xmaxi që është pasardhësi i tij, deri në vitin 2017, ky motor ka një cilindër gize. Dhe nëse ne motorin do ta përdorim me ujë, uji ka efekt gryrës në metalin e gizës dhe prodhon ndryshk, si në rastin konkret që ndryshku ka nxjerrë jashtë loje komplet termostatin dhe radiatorin e motorit. Në rastin konkret, po ta shikoni pjesën e ndryshkut këtu, radiatori është qarë në brendësinë e tij. Do të thotë që ky radiator është kalbur në brendësinë e tij, nga që motori është përdorur me ujë dhe ka dalë jashtë funksionit. Unë rekomandoj që radiatorët e motorëve të mos saltohen, por të ndrohen. Në rastin konkret, ne kemi një radiator tjetër që do të ndrojmë bashkë me demperin ftohës. Atëherë, në këtë rast, unë rekomandoj që sistemi ftohjes i motorit, momentin që ndrohet radiatori, duhet ndrohet pompa e ujit, duhet ndrohet antifriza, duhet ndrohet termostati, domethënë të gjithë sistemi ftohës i motorit, sepse e dim të gjithë tashmë që motori është një bashkësi sistemesh që veprojnë dhe kundërveprojnë me njëri tjetrin. Në këtë rast, ndrojmë edhe pompën, pompa e Yamahas origjinale është kjo këtu. Një element kaq i vogël, por që kjo pompë punon në 8500 gjyra minut dhe duhet patjetër që të jetë origjinale, sepse në kundërt motori nxehet dhe del jashtë funksionit. Ja pra dhe termostati origjinal i Yamahas, është ky elementi këtu, si shikoni, termostati është inox që mos të ndryshket. Ndaj që duhet jeni shumë të kujdesshëm atje ku shkelni dhe të kërkoni llogari lidhe me mjetin tuaj që motori mos të përfundojë kështu, sepse ndryshe do ta nxjerrim jashtë funksionit. Antifriza gjithashtu ka efekt gryrës në cilindër dhe në testatë, sepse testata e motorit është alumin dhe cilindri i këtij motori është giz. Duhet ta kuptoni që duhet patjetër antifriza ose koncentrati të cilën ju do përdorni duhet të jetë patjetër i përzier 50-50 me ujë të pastër ose me ujë të pishëm, që mos ketë efekt gryrës në testat dhe në cilindër, sepse në të kundërt dhe testata dhe cilindri do dalin jashtë funksionit duke pasur efekt korroziv në këto metale si ujiti dhe antifriza. Ndaj, ju lutem, kujdes ku shkeni. Faleminderit.